Deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Kosovës ende nuk po arrin konstituimin dhe zgjedhjen e kryeparlamentarit për të 14 seancë me radhë, nuk i arritën qëllimit për atë që ishin mbledhur. Pozita lëvizjeve të vendosjes si fituese e zgjedhjeve të fundit ka propozuar Albulen Haxhiun për kryeparlamentare, ish ministrën e drejtësisë, por derisa opozita nuk e do Haxhiun në këtë pozitë, Kosova ka mbetur në një ngërç politik. Por cili është qëllimi i opozitës? A janë kundër fitores së vetëvendosjes dhe duan të bllokojnë këtë parti në pamundësi për të formuar institucionet, apo janë kundër ministres Haxhiu për shkak të vendimeve të saj sa ishte në atë pozitë? Publicisti dhe njohësi i çështjeve publike Idris Zeshiraj në një prononcim për Bota Sot thotë se humbja e thellë e opozitës ka bërë që ata të jenë në gjendje të çorditur. Ai kritikon opozitën. Si mundet të mos votoj Haxhiun si njëra nga deputetet më të votuara me 150.000 vota të qytetarëve të Kosovës? Humbja e thellë dhe pa shpresë e ringritjes së afërme e ka demoralizuar të çorditur opozitën deri në përmasën sa të humbë rrugën o borë. Fillimisht dhe në vazhdim refuzohen votimin e deputetes më të votuar prej Sikam Bilisi me më tej 150.000 vota të qytetarëve të Kosovës. Albulen Haxhiu me arsyetimin se ka fyer një kryeparlamentar themelues i organizatës ilegale kriminale Shik, duke i quajtur kriminal. Kjo është një fshetë publike dhe nuk përbën as fyerje dhe as shpifje, sepse veç sa ripozohet një e vërtet tashmë e njohur. Si arsye të dytë, opozita akuzon Albulenën si përçarëse, duheshën ministre e drejtësisë në koordinimin me qeverinë të ndërkombëtarët, ndonë se sistemin e drejtësisë e kishte rënuar komandantet shtetare pushtetar për të shmangur ndëshkimit ligjor. Për krimet vrasëtare dhe hajnave kërkohet një forcë ligjore speciale vettingu pas shumë kundërshtive, kuvendi aprovoi, por opozita u pendua dhe nuk la gur pa lëvizur madje deri në Komisionin e Venecias për të penguar fillimin e zbatimit, thotë Zeshiraj. Më tej, ai thotë se Byroun për verifikimin e pasurive pa mbulesë burimore financiare, opozita ka bllokuar qështënisëm, nga që shvatja e shtetit nga shtetarët e pushtetaret ka qenë makro hajnizërtare për gjatë 2 dekadave radhazi.